Përshëndetje dhe selam aleikum. Jemi në disa video të reja me titullin Të mirat që na mëson Islami. Do të shikojmë dy mirësi të mëdha në surën El Isra nga ajeti 22 deri 24. E mira më e madhe është tauhidi, pra monoteizmi, adhurimi një Zotit vetëm, dhe në këto ajete Allah i Madhërisht përmend pra respektin ndaj prindërve. Diçka të cilën e ka renditur fill pra mbas adhurimit ndaj tij. Bismillahirrahmanirrahim. Thot Allah i Madhërisht: mos adhuro asnjë zot tjetër me Allahun, se do të bëhesh i qortuar e i braktisur. Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni asnjë dhe asgjë tjetër përveç se atij, dhe të silleni mirë ndaj prindërve. Nëse njërin prej tyre ose që të dy i ka pleqëria pranë kujdesit tënd, atëherë mos u thuaj atyre as of, as mos u sill vrazhd ndaj tyre, por thuaju vetëm fjalë të mira, dhe shtrije mbi ta krahun e butësisë dhe të mëshirës, dhe thuaj, pra lutu për ta: o Zoti im, mëshiroj ata të dy siç më edukuan mua kur isha i vogël. Pra, surja El Isra në vetvete përmban një ser urdhëresash, të cilat pra janë për të mirën e besimtarit, por dhe të njerëzimit në përgjithësi. Kjo është vetëm se pjesa e parë, do të vazhdojmë me pjesët e tjera. Kjo është një nisëm për shkak se shumë prej të krishterëve, nëse do ta themi shumica e tyre, por dhe prej jo besimtarëve, thon pra çfarë të mirë është ka Islami, çfarë na mëson Islami, dhe kapen vetëm me ajete të cilat pra i keq përdorin apo abuzojnë me to, pra i ndrojnë përmbajtjen apo kontekstin që kanë, dhe paraqesin Islamin si diçka të keqe. Ndërkohë që ne pam, Zoti respektin ndaj prindërve e ka bërë detyrë obligim. Pra mbasi ta adhurosh Zotin, direkt prindrit, sepse ata janë cilët kanë sjellë në jetë. Inshallah ndëgjojmë në vazhdimsi në videon e dytë dhe lutim Allahun të na japë sukses dhe hajër dhe të praktikojmë këto ajete. Selam aleikum.